Është në rrezik e ardhmja juaj, sepse duket se qeveria aktuale nuk ka asnjë interes tek ju. Qeveria është e interesuar vetëm për të mbushur xhepin. Mbase nuk e dini, por nënat, baballarët tuaj, gjyshrit tuaj më njohin mua, sepse unë kam qenë në Shqipëri që nga 91-92. Pra mund ta mendoni se në çmosh jam dhe çfarë kam parë në Shqipëri. Kam parë kaq shumë mundësi, të cilat kanë nisur të bëhen realitet. Dhe fatkeqësisht në vitet e fundit shumë prej gjërave që janë ndërtuar janë shkatruar. Kështu që ju duhet të formoni vetë të ardhmen tuaj, por për këtë keni nevojë për ndihmë. Me që vi nga Gjermania, isha në një takim në një fshat të vogël me gati 10.000 banor dhe një pjesë e madhe tyre mendonin të largoheshin dhe ishin plot të rinj të cilët nuk shkonin as në shkollë dhe as në universitet. Gjermania ka një demografi të ndryshueshme. Ne na mungojnë të rinjtë, jemi një popullsi që po moshohet, por ne nuk duhet ta mbushim boshllëkun tonë me ju, sepse prej jush po largohen mjekët, infermierët, ne vërtet kemi nevojë për ta, por ne duhet të gjejmë mundësinë të japim zgjidhje këtij problemi, por jo në kurrizin tuaj.